Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mësimi I radhës në shkencën e tajwidit, sot me lejen e Allahut Azza wa Jall, apo në këtë epizod do të mësojmë rreth shpejtësisë, shkallës së shpejtësisë së leximit. Do thonë, kur lexuesi I Kur'anit e lexon fjalën e Allahut Azza wa Jall, ai ka mundësi ta lexojë në shpejtësi të ndryshme. Këto shpejtësi dietarët i kanë shtjelluar dhe kanë thonë se janë 3 bazike, do të shpejtësi 3 bazike. E para është quhet tahqiq. Tahqiq është lexim shumë I kujdesshëm, I ngadalshëm, I qetë, ku mediton dhe reflekton rreth kuptimeve të Kur'anit dhe po ashtu lexim I cili përdoret për me mësu të tjerët dhe njëkohësisht duhet natyrisht të ruhen apo të respektohen të gjitha rregullat e tajwidit. Kjo është klasa apo shkalla më e ngadalshme e leximit të Kur'anit. Shkalla e shpejtë apo mënyra e shpejtë e leximit të Kur'anit e kanë quajtur dietarët el-hadr. El-hadr është, domethënë, formë e shpejtë, me rëndësi është të dihet se edhe këtu duhet të respektohen rregullat e tajwidit. Këtë formë, për shembull, e ndëgjojmë kur imamat lexojnë në namazin e taravive. Don kjo është një formë e leximit të Kur'anit në mënyrë të shpejtë. Mënyra mes këtyre, mesatarja, quhet et-tadwir. Është një formë apo metodë e leximit të Kur'anit në formë të ngadalshme, jo shumë të ngadalshme, por se mesatarisht të ngadalshme, duke ju përmbajtur edhe këtu rregullave të Kur'anit dhe ku bëhet shqiptimi I qartë. Është e vërtetë se ka tjerë që I kanë dhënë edhe 2 kategori, edhe këto e shoh shumë të arsyeshme se një kategori tjetër të cilën e kanë nxjerrë nga fjala e Allahut Azza wa Jall, warattilil Qur'ana tartila, dhe ti lexoje Kur'anin ngadalë dhe qartë, do të thonë kanë thonë është mes mesatarës dhe mes ajo që është e ngadalshme. Do ai formë që është e ngadalshme, ka thonë I kanë thujt e tartil. Edhe kjo është domethënë është e preferueshme sepse Allahu Azza wa Jall për na këshillon, edhe për këshillon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dërguarin ton, edhe kjo vlen për gjithë ummetin, warattilil Qur'ana tartila, dhe lexojti Kur'anin ngadalë dhe e qartë. Forma më e shpejtë, domethënë e leximit të Kur'anit, quhet az-zamzama. Kjo formë, domethënë përdoret për ata të cilët e përsërisin Kur'anin. Si hafizë për shembull, këta, domethënë, e përsërisin shpejt, edhe lexojnë shpejt edhe me zot të qetë. Edhe kjo përdoret po ashtu kur don mos me pengu dikë. Në xhami ka njerëz të tjerë apo janë duke fal namaz, nuk don me pengu, e përdor këtë formë sa ta ndiq vetveten. Këtë formë e lexojmë në ku? Në namazin e drekës aty që ndijes. Donë kjo formë e leximit me zot të ulët apo të qetë, kjo quhet az-zamzama. Këtu e kanë pru një diferencim dietarët shumë të rëndësishëm, kanë thonë nëse I lëviz buzët dhe gjuhën, nëse I lëviz dhe shqipton derisa ta ndëgjosh, atëherë e ki leximin e plot të pranuar. Do thonë e ki shpërblimin e plot, që ka ardhur men qara'a harfan min kitabillah, kush e lexon një shkronjë apo germ prej librit të Allahut, ai ka një të mirë, çdo e mirë 10 fishohet. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk po them elif lam mim konsiderohet një harf, por se elifi është një harf, lami është një harf, domthon germ, dhe mimi është një germ që I bën 30 vepra të mira me vetëm 3 shkronja germa. Ka thonë këtë problem e merr nëse shqipton sa ta ndëgjosh dhe I lëviz buzët. Nëse vetëm se e lexon pa e shqiptu me buzë apo me gjuhë, kanë thonë nuk e merr problemin. Andaj kjo është me rëndësi të dihet, dhe kjo formë ekziston, këto 5 shpejtësi ekzistojnë në leximin e Kur'anit që ka mundësi të zgjedhë njeriu. Shkalla me të cilën I mëson edhe të tjerat që kanë përshkruajtur dietar kanë thonë është et-tahqiq, thonë që ngadalë me qetësi duke edhe meditu rreth kuptimeve të Kur'anit, cila është forma më e mirë. Këtu është një khilaf tek dietarët që disa I kanë thonë se është, domethënë, me fitush sevape apo shpërblime sa më shumë. Kjo sidomos, domethënë, në Ramazan është e vlefshme, sepse në Ramazan këshillohet të lexojmë sa më shumë, por se më e mira natyrisht kur natyrisht është kur bëhet leximi I Kur'anit me reflektim, që të përfiton zemra, që të pastrohet zemra, që të na shtohet imani dhe kështu të na shtyjnë edhe në vepra. Këto ishin pra shpejtësitë e leximit të Kur'anit, që duhet mi pas parasysh. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.